kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme. Keni ndjekur këngën Hey Girl nga Ann Wilson dhe në këtë momente është bashkuar në studion e programit Music Plus e ftuara për sot Eriola Sallari. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku. Përshëndetje Kela, faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe për mua. Në fakt është emocion për ty dhe nga ajo që ne ishim duke folur paraprakisht. Për shumë arsye, je për herë të parë në radio, për herë të parë live, por para se ne të nisnim këtë bisedë në studio, ke ndarë ato fillesat e para kur ti ke dëgjuar për herë të parë radio në mbi gjitha programin Music Plus. Prandaj më trego pak si ka qenë ai kujtim që ti ke në vitet kur ke dëgjuar programin Music Plus. Për herë të parë ka qenë periudha kur unë kam qenë adoleshente, diku 13-14 vjeç, kisha radio në shtëpi, aty ka qenë një kishës e vogël brenda shtëpisë sime. Kam qenë dëgjuese e rregullt e të gjitha programeve dhe programi nga Shkëlqim Paraku Pastori, ai ka qenë shumë pagur të gjallë, shumë bekim. Dhe her pas here I regjistroja në kaseta të vogla për të ridëgjuar. Po, ka qenë koha e kasetave atë periudhë. Por dhe Music Plus ka qenë për mua shumë bekim, kam qenë dëgjuese e rregullt, madje kanë erdhur dhe nga stafi, kam dhënë një intervistë në fillimet kur kam qenë vajzë për Music Plus. Por një bekim dhe një inkurajim. Edhe të falenderoj vërtet ti e gjithashtu një bekim dhe sot është shumë bukur që je ftuar në këtë program për të folur më tepër, pse jo për veten, por edhe për diçka që ti tashmë prej gati një viti drejton, sikurse është Momko në kishën Misioni Emanuel, në kishën që ti je pjesë. Nuk e di prej sa vitesh je pjesë e kishës Emanuel? Diku 8-9 vite jam pjesë e kishës Misioni Emanuel dhe po aty ka filluar dhe rrugëtimi I Momko. Më thënë, nisma ka qenë nga Stella Viso. Po. Nga një ftesë Stella Viso më ka ftuar në takimet, unë jam ndier shumë ngrohtë, shumë, do të thënë, në një ambient familjar, miqësor, her pas here me vajza dilin për kafe. Dhe më pas disa viteve, për gati një vit, unë kam filluar për të marrë drejtimin e Momko. Arsyeja kryesore është sepse më pëlqen të inkurajoj nanat, të mbështes. Kam kaluar shumë sfida të vështira me jetën time, edhe nuk jam mbyllur në atë guackën mua më ndodhi diçka e vështirë, një traumë kam kaluar me jetën time në jetën time familjare, por kam kuptuar që jeta është e bukur. Pavarësisht çdo gjëje të errët që ne kalojmë, ne duhet t'i japim ngjyra. Edhe qëllimi I Momko që kam marrë për si drejtuese tani prej një viti është unë dua të ngrej çdo nën aty ku ka rënë, dua ta inkurajoj, ta mbështes, t'i dhurojmë dashuri, të krijojmë një komunitet me njëra tjetrën dhe t'i japim ngjyra jetës tonë, fëmijëve tanë, brezit që po vjen. Shumë e rëndësishme dhe të përgëzoj për gjithçka që je duke bërë, jo vetëm përmes Momko, por këtë gjë reflekton më së miri edhe përteja asaj, përtej një takimi të zakonshëm që mund të ndodhë. Edhe në jetën e përditshme, domethënë me mikeshat e mia ftoj her pas here për kafe, si mund t'i mbështes, mund t'i ndihmoj në gjëra praktike, ose edhe në anën shpirtërore në çfarë ato kanë nevojë. Të jemi një inkurajim. Çfarë mund të ndash diçka më tepër rreth vetes? Ndoshta çfarë të karakterizon më tepër? Karakteri im I fort, që unë nuk dorëzohem përballë çdo sprove që jeta më ka përballur. Domethënë nuk dorëzohem dhe I them vetes do kaloj edhe kjo. Por forca më e madhe për mua ka qenë Krishti, besimi në ta.
ai ka qenë një forcë dhe një mbështetje ku unë të ecë përpara. Dhe pavarësisht çdo gjëje e dua jetën fort. Dua të buzëqesh çdo ditë që zgjahem, dua ta nis ditën me pozitivitet. Edhe kjo gjë më karakterizon, pozitiviteti. I marr gjërat me pozitivitet. Edhe jam e sigurt që e transmeton edhe tek të tjerë, tek njerëzit që ti ke. Edhe për çdo gjë ka një marrëdhënie të zgjidhje. përditshme. Ka një zgjidhje. Është e vërtet. E përmende pak më parë ke gati një vit që je duke drejtuar Momko. Si ka qenë ky rrugtim për ty personalisht, që prej fillimit edhe deri në momentin që ne jemi duke folur dhe nga ana tjetër si funksionon, si ndodhin takimet apo disa detaje më tepër. Para se ta filloja ka qenë goxha sfidë për mua për ta drejtuar vetë, por me Zotin ja kam dalë. Edhe kanë qenë shumë bekim. Nuk e prisja që gjëra do vinin kaq lehtë për mua për ta organizuar takimet, temat. Dhe temat kanë qenë përgjithsisht për forcë, për t'i dhënë forcë femrës, për ta inkurajuar, edhe për të qenë më sociale me njëra tjetrën, për të ndarë eksperjenca me njëra tjetrën, për të inkurajuar njëra tjetrën. Qoftë edhe për të qenë aty, pra njëra tjetrës, për të dëgjuar edhe ato bisedat e thjeshta edhe gjërat e përditshme. Dhe te takimet tona jo vetëm nuk trajtojmë tema, aty krijojmë miqësi, aty organizojmë lojra, aktivitete. Edhe është një gjë ndryshe nga rutina e përditshme e gruas e nënës. Kjo është ideja. Unë para se të vazhdoj pak me pjesën tjetër, dua të flas pak se çfarë është Momko. Qëllimi i Momko. Patjetër. Qëllimi i Momko, po këtë dua ta lexoj për shkak të emocioneve që kam, edhe e kam shkruar. Qëllimi i Momko është të inkurajoj dhe pajis nënat në mënyrë që ato të shohin vlerën e tyre të vërtet ashtu siç Zoti i sheh. Është një vend i sigurt për nënat të marrin mbështetje dhe miqësi. Momko ofron mundësi për zhvillimin e leadershipit. Është një vend i sigurt për të ardhur dhe për të dëgjuar dhe të përjetuar dashurinë e Zotit, duke ofruar mbështetje për nënat, e gjithë familja është më e fortë. Shumë bukur. Ky është qëllimi që Momko ka, edhe patjetër që transmetohet përmes takimeve që ju bëni aty, përmes temave që trajtoni dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, për gjithë ato vajza dhe gra që ndoshta janë duke dëgjuar për herë të parë, si mund t'ju bashkohen në takimet tuaja? Sa herë në muaj ndodhin këto takime? Një herë në muaj organizojmë këtë takim. Në fundjavë kur nënat mund të jenë pushim, zakonisht organizojmë ditën e shtunë, bazdite. Por kjo kam hapur dhe një adresë në rrjetet sociale në Facebook, Momko Mision Emanuel, edhe aty mund të na kontaktojnë dhe janë të mirëpritura kushdo që të na bashkohet. Edhe patjetër që do të kaloj një kohë të bukur edhe të bekuar me njëra tjetrën dhe sidomos me folse të ndryshme që ti fton nga muaji në muaj. Kemi edhe folse të ndryshme, domethënë të veçanta, domethënë për këtë takim, për të ndarë tema dhe të trajtuar tema që ne zgjedhim. Nuk e di nëse ka ndryshuar diçka tek ty personalisht gjatë këtij viti, duke qenë se përtej punës, përtej angazhimeve familjare je duke drejtuar dhe Momko? Po, ka ndryshuar, jam bërë më fort emocionalisht, me duruar dhe me sigurt në vendimet që unë marr tani. Kur thua me duruar, unë nuk e di, sepse je shumë e qetë, shumë e dashur, përcjell patjetër shumë pozitivitet. Durimi ka qenë, domethënë e kam dhe pjesë të karakterit, duroj shumë, por e kam vënë akoma më shumë në praktikë. Je duke punuar gjithmonë edhe më tepër. Po. Edhe kjo është e rëndësishme që ne të gjitha këto t'i bëjmë në praktika dhe në marrëdhënie të ndryshme që ndërtojmë. Është e vërtetë, po. Diçka tjetër që mendon se vërtet të ka ndihmuar apo të ka bërë të shohësh gjërat në një tjetër aspekt përgjatë këtij viti? Qoftë edhe nga historitë që vajzat dhe gratë kanë ndarë në takimet tuaja. Kanë qenë inkurajim duke dëgjuar histori nga jeta, domethënë nga problematika nga më të ndryshmet, por unë kam gjetur dhe forcë. Sepse ndonjëherë them, kam kaluar shumë sfida unë, por tani nuk e mbaj më fokusin vetëm te vetja, por shikoj më tej dhe shumë nëna përvallojnë vështirësi akoma më të mëdha, sa mund të kem kaluar edhe unë. Kështu që jeta, bota është një sfidë dhe kohë të vështira po përjetojmë, kohët e fundit. E rëndësishme është ku të gjejmë pika që ne të kapemi fort edhe t'ja dalim
t'ja dalim dhe të ecim përpara, sepse duhet jemi të forta mendërisht, fizikisht për fëmijët tanë. Për pjesën e rrjeteve sociale tani që është bërë shumë problem dhe të adoleshentët edhe të fëmijët edhe shumë vështirësi për ta përballuar ne si prindër. Ndonjëherë nuk kemi gjithçka në kontroll, është e ndonjëherë na pamundur. duket situata sikur deli është kontrollit, por ja duke ndarë dhe eksperienca me njëra tjetrën, duke bërë takime her pas here me nanat me mamat, kjo na jep forcë se si mund të gjejmë ide dhe zgjidhje për situatat që kemi në familje, në shoqëri, në marrëdhënie pune e tjerë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar edhe më tepër detaje nga Momko, të cilët ju i zhvilloni takime të ndryshme, por pse jo do të fokusohemi edhe tek figura e gruas, duke qenë se jemi shumë pranë 8 marsit, ditës gruas. Në këto momente shkëputemi për të ndjekur hapësirën muzikore, vjen kënga si Drenusha që kërkon ujin, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi vetëm pas pak me Eriolën në studio. Si Drenusha që kërkon ujin ashtu ty të kërkoj. Ti e malli zemrësime ndaj dua të lavdroj. Ti o Zot më jep buroj, jetën time ta dorëzoj. Ti e malli zemrës time ndaj dua të lavdroj. Ti e më shumë se shok për mua, edhe pse ti e një mbret. Unë të dua më shumë se çdo njeri dhe krejt çfarë më përket. Ti o Zot më jep buroj, jetën time ta dorëzoj. Ti e malli zemrës time ndaj dua të lavdroj. Ti o Zot më jep buroj, jetën time ta dorëzoj. Ti e malli zemrës time ndaj dua të lavdroj. Ti e malli zemrës time ndaj
Çimi dhe Nisa në rikthehen në studion e programit Muzik Plus me këngën Si Drenushe që kërkon ujin dhe vazhdojmë bisedën në ditën e sotme me Eriolën, e cila është duke prezantuar më tepër nga vetja, por njëkohësisht edhe nga mënyra se si ajo ka drejtuar përgjatë këtij viti Momko në misionin Emanuel. Dhe një ndër pyetje që më vjen spontanisht është se sa e vështirë ndoshta është për ty edhe në aspektin më personal të drejtosh një projekt si Momko dhe çfarë sfidash apo dhe mësimesh ke marrë nga kjo eksperiencë. Edhe pse mund të jetë një eksperiencë e shkurtër, një vit, por gjithsesi nuk është pak për të mësuar, por edhe për të sfiduar. Po, Kela, është e vështirë sepse punon me njerëz, me histori reale dhe me ndjenja. Më ka mësuar të dëgjoj më shumë, të mos gjykoj dhe të udhëheq me zemër. Një nga takimet e fundit ishte e ftuar Mimoza Larashi, ajo është një mësuese. E përshëndesim. Është një grua pastori, e pastor Arjan Larashit. Ishte shumë bekim. Mënyrën se si e trajtoi temën ka qenë shumë inkurim për të gjitha ne aty që ishim në grup. Të besosh edhe pa e parë rrugën. Besimi i guximshëm. Ka qenë tema që keni trajtuar së fundmi. Po. Edhe e pash që edhe te nënat e tjera ishte inkurajim dhe ishte një forcë, por të besosh besimi i guximshëm në radhë parë të besosh te Zoti. Sepse ai drejton hapat e gjithë secilit nga ne. Dhe besimi i guximshëm është edhe te vetja jon. E vërtet. Po. Të kemi vetë besim pak më të lartë çdo ditë. Në marrëdhënie pune, edhe me fëmijët, edhe me familjen. Kudo ku ne veprojmë, sepse ne jemi gjithandej, sidomos tek sfidat me cilat jeta na përball. Prandaj çfarë të ka sfiduar ty apo çfarë ka qenë për ty sfidë përgjatë këtij viti? Sfida ime vetme ishte të menaxhoja kohën. Sepse koha është bërë shumë sfide tani. Të arrit të mbaj punën, të menaxhoj kohën me fëmijët e mi, të menaxhoj kohën me prindrit, të menaxhoj kohën me veten, që të kem mundësi dhe të organizoj dhe takimet, sepse do kohën e saj, do kohën për të zgjedhur se kë do të ftosh në një nga takimet, vendin ku do e organizojmë. Sepse vendet janë të ndryshme nga muaj në muaj. Po, vendet janë të ndryshme, po. Por gjithmonë bëjmë dhe lajmërimet aty për vendin, mund të shkojmë në një lokal ose kemi dhe një vend tjetër ose edhe te kisha bëjmë ftesa her pas here aty, po më shumë kur kemi evente ose në një fest për shembull, si Krishtlindje që kemi festuar dhe kemi organizuar një nga takimet e Momko. Nuk e di për këtë muaj çfarë do të ketë, apo akoma je duke e menduar? Do ketë fest më shumë. Po, duke qenë se është edhe po, me qenë se është 8 marsi. Do ketë plot surpriza, do ketë një dhuratë të vogël për nënat që ka menduar ta mendoj që të jetë diçka simbolike dhe diçka që ato të kënaqen, për temën akoma jo. Por mendoj se do jetë një temë interesante. Nuk po të pyes më tepër sepse e do di ta që zbuloj. ndoshta Do ta zbuloj në diçka vazhdim. mban edhe si rezervë, duke qenë se do të ndodh takimi përgjatë ditëve në vijim edhe nuk do që të zbulosh më tepër detaje. Duke qenë se jemi shumë pranë edhe ditës së gruas 8 marsit, si e përjeton ti këtë ditë si grua dhe pse jo edhe si drejtuese Momko. Duke qenë se është një nga ato takime ku ka vajza, ka gra, nëna të cilat janë pjesë muaj pas muaj. Për mua 8 marsi është më shumë reflektim se sa fest. Është një kujtesë se sa shumë fuqi kanë gratë, sidomos nënat, edhe kur shpesh nuk e kuptojmë këtë. Domethënë, me pak fjalë është në këtë rast ne I kujtojmë vetes që ne kemi forcë. Ne kemi forcë. Ne kemi shumë për të dhënë nga jeta. Ne kemi shumë ëndra që I mbajmë në sirtar dhe duhet I nxjerrim në pa. Kemi shumë dhoti, kemi shumë talente. Edhe këto duhet I nxjerrim në pa dhe t'i vëmë në praktik. Sa e lehtë është që ti nxjerrësh këto ëndra, por edhe talentet të ditë edhe ti vendosësh në praktik, sidomos në kohën në cilën ne jetojmë edhe në vrapin e gjithçkaje, në mbi ngarkesë që mund të kemi. Është shumë e vështirë, Kela, por është proces.
Rritja e një femre është proces. E rëndësishme është që të marrësh guximin dhe të fillosh dhe ti thuash vetes që unë jam gati, unë duhet ta filloj. Nëse nuk e vëm në praktik, asnjëherë s'kam për të dalë ëndrat tona nga sirtari. Është e vërtetë. Duhet ta vëm në praktik. Duhet filloj me hapat vegjël. Po. Këtë je duke thënë. Duke filluar me hapat vegjël, gradualisht proces dhe shkojmë aty ku duam ne. Por asnjë gjë nuk është e pamundur. Nëse ne duam, e realizojmë. Për ty në aspektin më personal, çfarë ka qenë diçka që ndoshta vite më parë ke parë si të pamundur, por sot jo? Është e vërtet, vite më përpara e kam parë shumë gjëra të pamundura për mua, por sot i kam bërë shumë realitet. Pjesa e guximit. Kam përdorur guximin dhe i kam thënë vetes që stop, ti do fillosh gjëra të reja tani me jetën tënde. Kam lënë pas të kaluarën. Sepse një periudhë kohe më ka mbajtur peng pjesa e jetës sime e kaluara dhe më ka lodhur, por nëse qëndrojmë aty te e kaluara nuk kemi mundësi të ecim para dhe të shohim të ardhmen tona se sa gjëra të bukura që kemi për të realizuar. Dhe do jetë ndaj edhe diçka me veten, unë si Eriola kujdesem shumë për veten, do të thënë marr energji që mund ta shpërndaj atë energji te të tjerët. Qoftë edhe një kafe, një ecje në park, një kafe me veten time, një kohë reflektimi. Është shumë të rëndësishme sepse Po. nëse ne nuk ndihemi vetë mirë në gjitha aspektet, Po. në aspektin fizik, emocional, shpirtëror, nuk kemi se si ta përcjellim këtë, sidomos tek gratë e tjera me të cilat ne kemi kontakt, patjetër edhe tek familjarët. Është e vërtetë dhe koha e kaluar me veten, një kohë reflektimi të ndihmon shumë për të marrë hapa pastaj të rëndësishme edhe për të ndarë edhe me familjen. Që prej sa kohësh e ke bërë këtë si një zakon të mirë pozitiv në jetën tënde që së pari unë duhet të kujdesem për veten, qoftë në forma nga më të ndryshme, sikurse ti e the, një kohë reflektimi, një kohë ku ke nevojë për të ndarë diçka me një mikesh apo një ecje në natyrë. Prej vitesh. Po bën shumë vite, diku mbi 15 vite që kam filluar që e kam vënë në praktik këtë punë, këtë pjesë dhe e bëj rregullisht. Dhe tani të është bërë pjesë e jetës, Po, besoj patjetër, po, sepse është e më pas vërtetë. ajo kthehet në një stil jete. Po, është e vërtetë dhe kjo gjë më ka ndihmuar për të përballuar trystinë dhe të punës, të sfidave të përditshme që na hasim. Nuk e di, ka pasur ndonjë moment sfidues gjatë këtij viti që ndoshta të ka bërë edhe më të fortë. Jemi duke folur kaq shumë për sfidat, por jo pa qëllim jam duke u ndalur te këto, sepse secila prej nesh ka sfida nga më të ndryshmet edhe përjetimet janë të ndryshme. Sikurse mund ta përjetosh ti një sfidë, ndoshta dikush tjetër në të njëjtën situatë përjeton në një tjetër formë. Po, është e vërtet, po ka pasur moment lodhje, pasigurie dhe përgjegjësie të madhe, por pikërisht ato momente më kanë rritur më shumë. Ka pasur. Por diçka specifike tani nuk po më E vjen në kuptoj. mendje. Çfarë përfaqëson për ty figura e gruas, qoftë si drejtuese, sidomos edhe në një projekt si Momcom? Përfaqëson një grua që nuk udhëheq me autoritet, por me ndjeshmëri, empati, besim tek të tjerët. Që do të thotë? Që do të thotë, jam Eriola. Në atë çfarë them jam e vërtet. Edhe ajo që unë vere shumë tek gjithçka që je duke ndarë për gjatë kësaj bisede në studio, është që ne të jemi të ndjeshme mbi të gjitha. Ashtu sikurse edhe është figura e gruas, sikurse Perëndia na ka krijuar delikate në atë që ne jemi, por edhe të ndjeshme kundrejt situatave të ndryshme me të cilat ne përballemi apo njerëzit tanë më të afërt përballen. Dhe besoj që kjo gjë të karakterizon Po, shumë. është e vërtetë, ndjeshmëria tek të tjerët e kam, domethënë e kam pjesë të karakterit edhe dua të jem mbështetje për njerëzit në nevojë, për mikeshat e mia, për miqësinë, në marrëdhënie pune, gjithmonë më pëlqen të jap më shumë se sa të marr. Dhe kjo që më jep gëzim kur unë jap. Patjetër, është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si ne qasemi kundrejt çështjeve të tilla me të cilat ndoshta përballemi në përditshmëri, se sa të gatshëm jemi të japim pa pritur të marrim diçka në këmbim pas. Vërtet, po. Të na kthehet pas.
Do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka e fundit me Eriolën sot. Ndjekim në këto momente dashurie perëndis kënduar nga Gloria Nure. Dashurie perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi. Dashuria e perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi. Dashuria e Tij nuk ka kufi. Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Në ditën e sotme jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me Eriolën, tashmë prej një viti gati ajo drejton Momko në misioni Emanuel në kishën ku bëm pjesë dhe një pyetje që kam në këto momente është se nëse do ta përkufizoje këtë vit me një fjalë, cila do të ishte dhe pse? Me një fjalë, unë do ta përkufizoja rritje, sepse kam rritur veten këtë vit, besimin tim dhe ndikimin që mund të kem te gratë dhe nënat e tjera. Rritje, me pak fjalë, takimet që kam bërë të shpeshta me nënat, më kanë rritur, kam fituar eksperienca të ndryshme, që unë të kem t'i jap më shumë nga vetja. Duke qenë se ke marrë më shumë patjetër ke dhe po. çfarë të japësh do je. Kam marrë, këtë vit kam marrë shumë eksperienca, kam marrë më shumë dhe dua t'i jap tani akoma më shumë dhe këtë e quaj rritje. Edhe unë besoj që nëse kthehesh të paktën shumë pak kohë pas në takimin e parë që ti ke drejtuar dhe ke zhvilluar edhe deri në takimin që ka ndodhur muajin e kaluar, në muajin shkurt, she një ndryshim të madh, apo jo, edhe tek vetja, edhe në mënyrën se si zgjedh të trajtohen temat e ndryshme në takimet tuaja. Por besoj edhe në atë jetën tënde më personale, më familjare. Po, me sa kujtoj nga takimi ynë i parë ka qenë edhe Jona Bardallari, ku ka qenë pjesëtare e kishës Misioni Emanuel, e kemi nisur bashkë si fillim drejtimin e MOPS-it. Dhe aty ka qenë shumë, domethënë kishim shumë emocione, a do mundemi do të ta realizojmë. Ai kemi aftësitë e duhura ne për ta bërë këtë takim, ta realizojmë, po kemi edhe patur mbështetjen nga drejtuesit e tjera që ju mundeni. Dhe kur kemi parë te ky takim që është mbushur plot me nëna, na kanë erdhur shumë nëna te ky takim dhe neve tham, wow,
aty kemi falendëruar Zotin, faleminderit Zot një herë që ti na dhe mundësinë, por edhe kemi parë dhe veten që ne mundemi. Nëse duam të bëjmë diçka mundemi, nuk na mungojnë aftësitë. Është e Thjesht- vërtet. Thjesht ndoshta duhet të punojmë më tepër edhe Po, me duhet veten, të në punojmë aspekte pak të më shumë me ndryshme, veten, sepse po. ti je duke ndar këtë eksperiencë tënde, por ndoshta shumë gra dhe vajza që janë duke na ndikur në këto momente mund të kenë këto frikrat, pasiguritë, Po, në të pra, bëri të gjërave po, të tjera në e jetën e vërtet. tyre, por nëse i besojnë Perëndis në ato pasiguritë e tyre, në ato sfidat e tyre, dhe punojnë me veten, patjetër që mund t'ja dalin, sepse ti je një shembull shumë i mirë i këtij suksesi. Ashtu sikur se e the. Të falenderoj për fjalët. Jo, janë fjalë të vërteta, edhe unë i ndjej në këto momente për të t'i thënë, sepse e di se sa e vështirë është që mes sfidave, mes vështirësive dhe gjithçka e tjetër, të kesh atë mundësim për të mbledhur gra, vajza, nëna, të cilat kanë sfida nga më të ndryshmet dhe njëkohësisht ti inkurajosh ato të përballen, sepse ndoshta këto takime zgjasin 2 orë, 1 orë. Po, për gati Edhe 2 orë. më pas secila largohet në atë drejtimin e vet dhe vazhdojnë. Ato sfida janë aty, ato probleme janë aty. Por sa e rëndësishme është që ato të gjejnë forcën e duhur për t'i zgjidhur edhe për t'u përballur. Doja të shtoja pak të pjesa që më ka pëlqyer shumë kur kemi organizuar takimet, që vajzat, nënat kanë ikur me një gëzim dhe kanë marrë secila diçka aty. Dhe në disa nga takimet kemi thënë që dhe ne vlejmë, ne mundemi. Thjesht, mos lejojmë frikrat të na paralizojnë për të bërë diçka që ne kemi dhunti. Eriola, duke qenë se ne po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, cili është mesazhi yt për vajzat, gratë që duan të ndjekin ëndrat e tyre, pasionet e tyre, talentet e tyre, duke qenë se jemi edhe shumë pranë 8 marsit. Mos prisni të ndjeni perfekte për të nisur. Filloni ashtu siç jeni, zëri juaj, ëndra juaj dhe rruga juaj kanë vlerë. Besoni më shumë tek vetja. Mos u dorëzo, guxo. Ti mundesh. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Di që ka qenë shumë emocionuese për ty, Po, por sepse ka qenë ja dhe era dole. e parë. Ti mundesh ashtu sikur se Por- ti ndave këtë mesazh Dhe për mendimin gjitha tënde ja dola. Faleminderit Kela. vajzat e gratë që janë duke na ndjekur dhe jo vetëm. Ka qenë kënaqësi që të bisedonim së bashku edhe në lidhje me të temë, se jo. Unë do doja që edhe në një moment tjetër të ishe pjesë e programit Muzik Plus. Patjetër. Për ndarë edhe më tepër edhe nga historia jote personale, nga dëshmia Patjetër, me jote, shumë kënaqësi. për të përcjellë edhe më shumë mesazhe dhe më shumë inkurajim për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Patjetër. Ishte kënaqësi të ishin Edhe së për bashku. mua, Turoj një dashur. ditë të mbarë në vazhdim. Gjithashtu. Ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio, shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga më shumë dëshuri, kënduar nga Kisha Ungjillore Livonik Maliq, rikthehemi së bashku pas pak. Më shumë